Gramshi ka surprizuar vllazninë në futboll për femra në ndeshjen e radhës së kampionat në sfidën e zhvilluar në stadiumin Loro Boriçi. Vajzat kuqi-blu pësuan 2 gole në fund, edhe pse shënuan të parat, duke u mposhtur me rezultatin 1-2. Natyrisht një humbje që ka befastuar të gjithë në Shkodër dhe ka lënë të zhgënjur stafin teknik shkodran. Të thënë të drejtën jemi shokuar nga jo vetëm nga rezultati, por edhe nga paraqitja e disa vajzave. Nuk e priqim këtë, kishim bërë gjithë javën, ishim përgatitur, kishim bërë gjithë javën stërvitje, kishim marrë orientimet tona, por disa vajza nuk ishin në lartësinë e duhur, në atë që kërkoshin në va. Edhe normalisht futbolli luhet 10-10 plus për një maç, që sikur 3 vajza mos paraqiten në fushën e lojës, dihet e punë, mundu me bëmë zëvendësime, por ato zëvendësimet nuk e çunë lojën aty ku deshim ne. Them drejt ishin 2 gol aksidental, nuk ka se për loj Gramshi. Kishim rastet tona, mund të mbyllte pjesa parë 3-0. Kam dyshimet e mia te momenti penaltis që e lej herë arbitri dhe e anulloi. Kjo është e gabum, për kam dyshimet e mia, gjithsesi loja marroj vetëm një betejë, nuk ka marrë lufta akoma. Kështu që do t'i shikojmë gjanat më me imësi, do t'i shikojmë gjanat mirë, korrigjojmë ato gabimet që kena bën këtë fushën e lojës dhe normalisht vllaznia do të jenë aty në ato pretendimet e veta. Po mundohemi të ndërtojmë një skuadër pretendente. Kuptohet është viti i dytë, vllaznia ka shumë vite që ka ndërtuar një bosht në skuadër. Një skuadër që kuptohet është po të mundur, sepse vllaznia ka vite që fiton trofe. Ka një skuadër shumë serioze, ne po mundohemi her pas here që të marrim disa lojtarë dhe të përshtaten me sistemin e lojës që ne kërkojmë. Mendoj që lojtarët që kanë ardhur janë përshtatur mirë me pjesën tjetër të grupit. Kemi ndjerë edhe në her pas here disa shqetësime, sepse nuk na vjen mirë që jemi larguar nga Kupa e Shqipërisë. Po mundohemi të bëjmë maksimumin në kampionat, sepse na ka ngelur vetëm kampionati. Ndeshja ishte shumë e vlerësuar me vllaznin, sepse e dinim se çfarë kundërshtari kemi përballë. Mbi gjitha me një stadium mjaft të bukur që të lejon të shprehësh komplet cilësitë që ke. Më bëhet çefi për skuadrën, sepse skuadra edhe mbasi morëm një gol, nuk u dorëzua, më pas morëm edhe penalltin. Ishte një moment delikat dhe shumë i vështirë, por që gjetën forca për të ngritur dhe arritëm të bënim atë që bëm për të marrë një fitore që do ta quhet jashtëzakonshme, pasi u tregua një karakter shumë i madh nga gocat. Fitoren e Shkodër bën që Gramshi të marrë përkohësisht kryesimin e kampionatit me 31 pikë, vllaznia e dyta në renditje me 30 pikë, por me një ndeshje më shumë për të luajtur.